Procesi gjyqësor për Sali Berishën nis në 30 qershor. Për herë të parë ish-kryeministri do ulet në bankën e të akuzuarve si i pandehur për korrupsion. Berisha i bashkohet qëndrimit të kryeministrit Rama kundër rritjes së pagave për gjyqtarët, ndërsa kushtetuesja deklaron se nuk ndikohet në punën e saj. Një 65 vjeçar vritet nga kushëriri i tij në një fshat të Klosit. Autori arrestohet pas krimit, ndërsa nuk dihen ende motivet e ngjarjes së rëndë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Për herë të parë, lideri demokrat Sali Berisha do të ulet në bankën e të akuzuarve në datën 30 qershor. Bashkë me ish-kryeministrin në gjyq do të jenë edhe dhëndri i tij Jamarbër Maltezi si dhe 3 persona të tjerë. Spaku i akuzon ata për korrupsion në privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Sali Berisha do të gjykohet në 30 qershor, i vënë në akuzë për korrupsion pasiv pasi dyshohet se ka vendosur shteti në funksion të përfitimeve të dhëndrit të tij. Ish-kryeministri i vendit do të ulet në bankën e të akuzuarve për herë të parë pasi dosja i kaloi për gjykim. I bashkëpandehur në këtë çështje është dhëndri i tij Jamarbër Maltezi, që SPAK e akuzon për konsumimin e 2 veprave penale, korrupsion dhe pastrim parash, si pasojë e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani. Sipas organit të akuzës, Jamarbër Maltezi ndërtoi në trojet shtetërore të këtij kompleksi sportiv 19 pallate. SPAK thot se Maltezi përfitoi nga pozita e vjerit të tij si një nga 5 trashëgimtarët e këtyre trojeve përmes procedurave të përshpejtuara të bëra me VKM. Po ashtu, të përfshirë dyshohen edhe biznesmeni Gjimi Begeja, ndërtuesi Fatmir Bektashi dhe përfaqësuese e studios ligjore Andja Pustina. Të 5 do të përballen me togat e zeza të gjykatës së posaçme me kryesuese Elsa Ullirin dhe antar Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Betejë e Berishës me SPAK ka qenë e tensionuar. Kryetari i Partisë Demokratike ka hedhur një lumë akuzash ndaj 2 prokurorëve që e kanë vënë në hetim, Arben Kraja dhe Enkeleda Millonaj, por edhe ndaj drejtuesit të prokurorisë Altin Dumani. Berisha pretendon se hetimi i tij ka prapavi politike. Pretendimet e kandidatit më të votuar të Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti janë rrëzuar sot nga kolegji zgjedhor pas kërkesës së tij për rinumërimin e kutive. Kërkesa është rrëzuar dhe për Aulon Kalan, i mbështetur nga Partia e Ballit Kombëtar. Ndërsa vendimi është shtyrë për kandidatin për deputet të PD-s në qarkun e Kukësit, Shkëlqim Sheu, pasi ai mungoi në seancë. Të 3 kandidatët ankimuan vendimin në kolegjin zgjedhor me datën 2 qershor, pasi KAS rrëzoi kërkesat për rinumërimin e kutive. Sheu dhe Ali Mehmeti e humbën mandatin me një diferencë fare të vogël të votave. Megjithatë, për kandidatët e qarkut Tiranë ka një mundësi të dytë, pasi Komisioni i Ankimimeve dhe i Sanksioneve vendosi më 5 qershor që Tirana t'i nënshtrohet sërish procesit të rinumërimit. Operatori postar ish përndarjes DHL ka kërkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vlerën monetare të kontratës me shumë 9.2 milion euro në përfundim të procesit të shpërndarjes së votës së diasporës. Deri më tani mësohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka kryer asnjë pagesë kundrejt kësaj poste, ndërsa stafi po verifikon të gjitha nënshkrimet e mbërritura nga operatori. KQZ kërkon që posta të bëjë transparente të gjitha faturat për secilin shtet respektiv, duke eliminuar ato që kanë mbishkrime të tjera dhe që janë të dyshuara. Kryeministri Edi Rama kundërshtoi sërish kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagës. Këtë herë, shefi i qeverisë shfrytëzoi vendimin e gjykatës së Tiranës që rrëzoi padinë e tij ndaj Lulzim Bashës për shpifje. Zoti Rama tha se logjika e përdorur nga gjyqtarja e çështjes në këtë rast nuk i afrohet as kapacitetit të një vajze 12 vjeç. Vendimin e gjykatës së shkallës së parë Tiranë për të rrëzuar padinë e kryeministrit ndaj ish-kreut të PD-s Lulzim Basha në vitin 2018, kreu i qeverisë Edi Rama e quajti lajm satirik që ju deshën 7 vite për të zbardhur. Tani që ky arsyetim nuk ka dalë nga ndonjë libër humoristik, por nga një gjykatë, dhe që arsyetuesi nuk është autori i ushtarit të mirë zhvejk, por një gjykatëse që paguhet më shumë se sa një mësuese apo një mjeke nga taksat e shqiptarëve, ky është një fakt për të qartë dhe as pak për të qeshur.
Në vijim të argumentimit, shefi majorancës është ndalur sërish te kërkesa e Unionit të gjykatësve depozituar në kushtetuese për rritje page 700 euro. Si mund t'i vej halli të drejtës së njerëzve për çështje më të rëndësishme në duart e një gjykatëse të tillë? Atëherë të vjen të pyesësh. Ato të zgjohet nga gjumi qeveria e gjyqësorit me këshilltarët e inspektorët e lartë dhe qindra punonjësit e administratës së saj të aq mirë paguar për t'i kaluar në filtrin e përgjegjësisë të lartë publike, bëmat dhe gjëmat me të cilat përballet e drejta e njerëzve të zakonshëm në sallat e gjyqeve? Këtu halli është si do u vej halli çështjeve shumë të rëndësishme të njerëzve që varen nga mendja e gjykatëses në fjalë apo të tjerëve si ajo, të cilët e kanë nivelin logjik nën kapacitetin e një 12 vjeçari. Shefi i qeverisë ka paditur Lulzim Bashën për cënim të nderit dhe personalitetit pas deklaratave publike të vitit 2018 mbi përfshirjen e zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste në aferat e dosjes 339, por gjykata e Tiranës vendosi rrëzimin e padis me argumentin se është e pabazuar në ligje e në prova, teksa shpenzimet gjyqësore do të paguhen nga pala paditëse. Pas kryeministrit Edi Rama, edhe lideri i opozitës ka dalë kundër kërkesës së Unionit të gjyqtarëve për rritjen e pagave. Sali Berisha thotë se magjistratët në Shqipëri kanë rrogat më të larta në rajon, madje të krahasueshme me ato të Europës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është pozicionuar kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve e prokurorëve. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha komentoi kërkesën e Unionit gjyqtarëve për rritjen e pagës drejtuar gjykatës kushtetuese, duke theksuar se fenomeni i korrupsionit në sistemin e drejtësisë vetëm është rritur, edhe pse gjyqtarët e prokurorët sot kanë pagat më të larta. Prokurorët e gjykatës Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatës dhe prokuror në të gjithë gadishuj e Ballkanit dhe baras për disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur rëndësi. Sipas Berishës, korrupsioni në sistemin e drejtësisë është në nivelin më të lartë se asnjëherë më parë. Nuk është vendi për 7.000 euro për ata që thënë mbi dosje krimi si thënë Altin Troplini. Berisha shfrytëzoi konferencën me gazetarët për të rikthyer akuzat ndaj ish-presidentit Bamir Topi e ish-nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu si njerëzit që u morën para gjyqtarëve për transferimet në detyrë. Ky çakalli që del çdo natë dhe flet nga shallvaret apo nga Berlini thot, bashkë me bosin e tij, Komisioni Evropian me një raport investigativ i akuzon e zezë në raport se këta mirën 150.000 euro për një transferim, 200 dhe 300.000 euro për një emërim në Tiranë. Sipas Berishës, pagat në sistemin e drejtësisë duhet të jenë në proporcion me pagat e funksionarëve të tjerë publik. Gjykata kushtetuese i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama duke deklaruar se çdo formë ndikimi mbi vendimet e saj është e papranueshme. Në një njoftim për mediat, gjykata thekson se ajo është e pavarur në ushtrimin e funksionit të saj kushtetues. Citoj reagimin, gjykata kushtetuese gjen rasti të ritheksoj se vendimet e saj mund të jenë objekt i kritikave, megjithatë është e papranueshme çdo formë ndikimi, sekundër çdo përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin dhe reputacionin e saj, çka do të cënonte vetë parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe atë të ndarjes dhe të balancimit përmes pushteteve. Kjo deklaratë vjen një ditë pasi kryeministri Edi Rama komentoi padinë e Unionit të gjyqtarëve për rritjen e pagave në kushtetuese. Zoti Rama paralajmëroi gjykatën më të lartë në vend të mos u japë të drejtë gjyqtarëve të tjerë siç bëri 3 vite më parë. Për zhvillimet e fundit politike, do flasim tani me Fatbardh Kadilli, një antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Përshëndetje, zoti Kadilli. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Kadilli, prej shumë ditësh opozita po përpiqet të bëjë betejën e saj për zgjedhje, duke u mundsuar madje edhe një rinumërim në Tiranë, në Fier dhe e tjerë. Çfarë përfitime sjell sipas jush për PD-n kjo strategji? Patjetër që Partia Demokratike ka interes të mbrojë çdo vot të vetëm dhe fitoret e kësaj natyre i shërbejnë mbrojtjes votës dhe provës nëse ka pasur apo jo abuzime gjatë procesit të zgjedhor dhe sidomos të numërimit. Kjo është fitore në vetvete e Partisë Demokratike, po për mua është fitore edhe i gjithë sistemit. Ne prandaj kemi krijuar të sistem që ka dhe shkallët e hierarkinë e saj të vendimarrjes brenda komisionit, me apelimin dhe me gjykatat.
Dhe kush e ndjek këtë rrugë institucionale ka nderuar sistemin, ka nderuar dhe qëndrimet apo akuzat e veta. Kështu që ky është një përfitim politik për Partinë Demokratike, por edhe për gjithë sistemin zgjedhor shqiptar. Megjithatë, deri më tani nga hapja e kutive të paktën për Dibrën, që ishte një ditë më përpara, pati sigurisht lëvizje të votave, po pa ndikim në mandat. Diçka që pritet dhe për procesin që do të jetë për Tiranën për fjerjen e kështu me radhë. Në këtë kuptim, sa vlerë ka kjo gjë, kur nuk ndikon mandat? Vlera është sepse, thash pak më parë, përfiton sistemi. Në qoftë se ne duam të kemi rritje të besimit në sistem, do t'i shfrytëzojmë gjitha shkallët e sistemit dhe përfundimisht pretendimet, nëse ka apo jo prekje të votës, evidentohen, dokumentohen dhe në qoftë se prekja është minimale, nuk prodhon efekt në rezultat, do duhet prodhoj efekt ligjor mbi ata që kanë bërë shkeljet. Se nëse është gabuar një vot, unë e kuptoj që është gabim njerëzor. Po nëse gabohet 100 vota, ky s'është më gabim njerëzor. Prandaj mendoj që është rruga e dur dhe që të gjithë përfitojmë nga kjo. A mos po përpiqet zoti Berisha në këtë mënyrë të mbajnë në kontroll dhe Partinë Demokratike, pra duke fokusuar betejën e tij vetëm tek ato që janë krime zgjedhore? Padyshim kjo është strategji tjetër. Në mënyrë absolute kjo është si thua shpallja e një lufte, lufta e gjëja për votën, është pra betejë për votën si e kanë emëruar, është patjetër strategji për të mbajtur partinë të kompaktsuar, të tonizuar, për të mos lejuar që brenda partisë të ketë një analizë për rezultatin e zgjedhjeve. Çfarëdo lloj deformimi të ketë rezultati i zgjedhjeve, çfarëdo lloj përsie të ketë përdorur pushteti gjatë këtyre zgjedhjeve, rezultati është aq i thellë sa nuk justifikohet me asnjë gjë. Është traditë politike në Shqipëri, shpall një luftë që të mos ketë hapësirë për mendim. Të kërkohet vetëm mobilizim, si në kohën e mobilizimit ushtarak, që nuk lejohet as të mendosh, as kritikosh, as të shpresh me një gjë, po duhet të zbatosh urdhrin. Kjo situatë i shërben Berishës për të mbajtur të kompaktsuar nën kontroll absolut Partinë Demokratike. Zoti Berisha, më falë, zoti Kadilli thotë që nuk e njoh zgjedhjet, por ndërkohë nuk ka thënë që nuk do shkojnë në parlament. Pra në parlament do të shkojë, në parlamentin e ri e kam fjalën, ndërkohë zgjedhjet nuk njihen. A mos ka një kontradikt në këtë mes? Berisha ka lirin të thotë çfarë të dojë, sa kohë ata që e ndjekin nuk i bëjnë ndonjë pyetje të kësaj natyre. Ata që e ndjekin kanë hequr arsyen nga ekuacioni i problemeve të Partisë Demokratike dhe pa arsye asnjë ekuacion nuk mund zgjidhet. Kështu që zoti Berisha ka luksin të thotë çfarë të dojë, siç ka pasur luksin të thotë çfarë të dojë gjatë gjithë kësaj kohe, që ka bërë të bardhën zezën të bardhë për demokratët, i bëri një herë liberal pastaj konservator, një herë thotë unë ja zë fitore vjedhje në fytyrë të Ramës, pastaj thotë Edi Rama më vodhi, një herë Basha do të ikë se ligji i artë është ku shumbet ikën, po kur vjen radha ke Berisha jo nuk kam humbur sepse mi vodhën. Berisha më thotë ç'doj. Dhe ata që janë mbrapa e kanë ulur kokën, janë nështruar, përveç atyre si unë e ca të tjerë që akoma kemi vendosmërinë, kurajon të themi ca të vërteta, të cilat dhembin, nuk na bëjnë popullor, po na bëjnë krenar që po themi të vërtetën. Dhe t'ju themi gjithë demokratëve, gjithë opozitarëve, që e vërteta sado që të dhembi, është ilaçi më i mirë për opozitën dhe demokratët veçanti. Zoti Kadilli, faleminderit për komentet tuaja. Shumë faleminderit ju për ftesën. Ecim më tej. Shohim zhvillime të tjera, një 65 vjeçar nga Klosi është vrarë dje në mbrëmje pranë shtëpisë së tij. Pak orë pas krimit, policia arrestoi autorin e dyshuar, që në fakt është dhe kushëri me viktimën, ndërsa motivet e ngjarjes nuk dihen ende. Është zbardhur vrasja 65 vjeçarit Selim Velsula ndodhur mbrëmjen e së mërkurës. Autori dyshuar i krimit është 31 vjeçari Hazbi Velsula, kushëriri i viktimës. Ngjarja e rëndë ndodhi në fshatin Zibër Murriz të Klosit. Mësohet se viktima ishte duke kullotur lopën në një livadë afër banesës kur është konfliktuar me autorin e dyshuar. Suazet telefonin do. Kurse më sënoj, ja jo zetin tu. Ishal i tu a zete. Pima. I tu edhe ka pas thupër ndëju. Edhe zeti shtrin tu. Ishte i vroj, plagos me zjapë për pora, ishte i shtrin tu. E ka sin me lopë tu, e ja pa dhe për korin do. Atë bilë ne dishim sigur është ja shtetit, sa thoshin në Greqi, sa në Itali, edhe përfundimisht ndodhi kjo që na ndodhi. E pa dëshiruar po. Po unë them që ai çoni si bëni vresin ka qenë me depresion. Nuk tjetër se nuk bëhat kur.
ka qenë me depresion. Ndërkohë familjarët e viktimës thonë se nuk kanë patur asnjë konflikt me familjen e autorit të dyshuar. Ata shprehen se vrasja ishte e qëllimshme dhe se autori erdhi nga Tirana me synimin për të goditur 65 vjeçarin. Ata kërkojnë drejtësi, në të kundërt do të bëjnë vetgjyqësi. Unë më shumë s'dizhin, vetëm për merr diçuni. Po amrosën lumin e kanë gjëroku. Ja më tash unë më liu tash ku vret tash atë. Tash ko tu vroja të më disë lëvodit, tash më që një vro nuk e që më bëjnë, tash që su vro. Ku që ka vro? Hiku e në unë di shosë si gjëma. E ka ardhë me vedije, po t'ishte në depresion, nuk unisë nga Tirana marrë me vedije, ka ardhë përgatit, ka ardhë me huj, ka ardhë me thika. Baba im ka qenë të kullot lopët, s'ka pas as i lejfaj, as s'ka pas zanka me ta, as s'ka pas bë fjallë në jemë. Ja, as një. Na nuk a falim kur gjakën tonë, na du në dënohet me burgim përjetëshëm. Ose i qofë se dhe dali lirë, na nuk a falim gjakën. 31 vjeçari Hasbi Velsula u arrestua pak orë më vonë në banesën e vëllait të tij në Tiranë. Ai është dërguar nga uniformat blu në Dibër dhe pritet i merret dëshmia në lidhje me motivin e vrasjes së kushëririt të tij. Policia e Shkodrës ka asgjësuar mbi 19 fëmijë bim kanabis sativa në të gjithë qarkun gjatë operacionit të koduar me emrin në Koordinata. Vetëm në territorin e njësive administrative Shlag dhe Temal efektivët zbulan mbi 16 fëmijë bim. Sasia tjetër është gjetur në Postrip, në Puk, Fusharës e tjerë. Kontrolli i territorit është bërë nga ajri përmes helikopterëve, ndërkohë që 10 efektivë zbarkuan në terren. Si rezultati i këtij operacioni, policia ka proceduar në gjendje të lirë një krye plakës si dhe rojen e mjedisit të zonës. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim të krimit, ndërkohë policia ka dështuar të zbulojë kultivuesit e bimëve narkotike. Janë publikuar sot pasdite rezultatet e provimit të parë të maturës shtetërore 2025 atij të gjuhës së huaj. Nga 25.743 maturantë në total, vetëm 399 kanë rezultuar ngelës, duke shënuar kështu një kalueshmëri prej 98.45%. Nota mesetare në nivel kombëtar rezulton të jetë 7.8. Rezultatet mund të kontrollohen në faqen e vendosur në dispozicion të maturantëve nga autoritetet, ku secili prej tyre ka akses në notën e tij përmes ID-s personale dhe numrit të formularit. Maturantët ndërkohë do t'i nënshtrohen më datën 17 qershor provimit të matematikës dhe më 24 qershor do të zhvillohet provimi i fundit AI me zgjedhje. Lidhja Demokratike e Kosovës këmbëngul se vetëm një qeveri uniteti me pjesëmarrjen e të gjitha partive mund të nxjerrë vendin nga kriza. Partia e Lumir Abdixhikut propozon një plan me 15 pika që përfshin rritjen e pagave, projektin e gazifikimit të vendit dhe deri tek rindërtimi i marrëdhënieve me Washingtonin dhe Brukselin. Ndihmojmë të kuptojmë vetë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka një plan 15 pikësh në bazë të së cilës do të punonte për një qeveri të unitetit të propozuar nga ai. Sipas kreut të LDK-s, plani përfshin të gjitha partitë e tjera parlamentare. Do të pranojmë se jemi në krizë politike. Pra jemi në krizë politike, në krizë institucionale dhe në krizë legitimiteti. Në krizë politike sepse s'ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare që do të sjellte në institucionet legjitime të Republikës Kosovës. Dhe në krizë legitimiteti sepse nuk kemi kuvend funksional e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime. Disa nga pikat e paraqitura të planit ishin funksionalizimi i institucioneve kushtetuese. Qeveria e unitetit do të merret me departizimin e institucioneve, pjesë do të jetë edhe riformatimi i plotë i bordeve të ndërmarrjeve publike, dakordimi për rritjen e pagave dhe zbatimin e ligjit, nisja e projektit kombëtar për gazifikimin e Kosovës, rindërtimi i raportit MBN dhe SBA-n e të tjerë. Rritja pagave për mësimdhënësit, profesionistët shëndetësor, punonjësit e sigurisë dhe administratës shtetërore, duke rikthyer dinjitetin institucional të shërbimit publik, do të jetë prioritet i periudhës kalimtare të qeverisë së unitetit. Propozimi i Abdixhikut e i paralajmëruar kohë më parë vjen pasi vendi është zhytur në një krizë politike, duke mos mundur të formojë institucionet e reja as 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Kjo krizë vjen për shkak se asnjë parti nuk e fitoi shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë 26 vite më parë shënoi një kthes historike për vendin. Aleatët i dhanë fund pushtimit serb duke bërë realitet ëndrrën shekullore të një populli për liri. 12 qershor 1999,
një ditë e rëndësishme për Kosovën. Kjo datë shënon hyrjen e trupave të NATO-s në territorin e vendit, fundin e luftës dhe fillimin e një kapitulli të ri për popullin e Kosovës. Mira e qytetare kujtojnë me emocion momentin kur ushtarët e parë të Aleancës Ushtarake hynë në Kosovë, duke sjellë me vete shpresën për liri, siguri dhe paqe, pas një periudhe të gjatë të dhune dhe represioni. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të vendit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbajti omazhe në varrin e ish presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit Adem Demaçi. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ditës kur filloi paqja në vendin ton e për popullin ton, duke vënë lulët e freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi, gjatë gjithë viteve të 90 dhe më pas, tek presidenti i parë i Kosovës, e më pas do të vazhdojmë edhe tek varri i simbolit rezistencës Mandelës së shqiptarisë të Evropës Adem Demaçi, për të vijuar me kompleksin Adem Jashari dhe varret e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes Jashari, duke shënuar kësaj edhe gëzimin ton për çlirim, po njëkohësisht edhe kujtesën ton për ata të cilët punuan e u sakrifikuan për lirinë që kemi dhe shtetin që e ndërtojmë e zhvillojmë sot. Ai u shoqërua edhe nga ministra e jashtme Donika Gërvalla dhe ministri i brendshëm Xhelal Zveçla. Çlirimi nga okupimi serb, një ëndër e kahmoqshme të cilën brezi ynë, gjenerata jon arriti ta shohë si realitet. Është e natyrshme që vizita e parë në këtë mëngjes bëhet tek varri i presidentit Ibrahim Rugova, vizioni i të cilit Kosova e lirë, e pavarur dhe demokratike qëndron në themelet e shtetit të cilën çdo ditë punojmë, ta forcojmë dhe t'i ofrojmë një perspektivë sa më të mirë të gjithë qytetarëve të saj. Edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka kujtuar këtë ditë nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Kosova e lirë për jetë krenare, në këtë ditë 26 vite më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës zbarkoi shpresa. 50.000 ushtarë të NATO-s hynë në vendin ton të stërvuajtur duke kontribuar në çlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj, e mbi 1 milion shqiptar u kthye në shtëpitë e tyre. Operacioni ushtarak i NATO-s i nisur më 24 mars të vitit 1999 u ndërmor për të ndalur spastrimin etnik dhe për ndjekjen sistematike të shqiptarëve të Kosovës nga forcat serbe. Pas 78 ditësh bombardimesh ajrore, regjimi i Slobodan Miloševićit u detyrua të tërhiqej dhe të pranoj vendosjen e forcave paqëruajtëse ndërkombëtare në Kosovë. Këtu kemi përfunduar në lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.